publik ka thënë që prindrit nuk do të bëjnë fëmijë kur nuk kanë mundësi të kujdesen për to. Pra të mos bëjnë fëmijë aty alë gjyshërve. Çfarë mendoni për këtë? Ajo që tha Neta Balluku. Neta Balluku, jo, shumë gabim që e ka thënë atë, sepse është e nevojshme që edhe prindrit të ndihmojnë fëmijën e vet. Pa nuk është përgjegjësia atyre që e lindin fëmijët, a nuk duhet që Është, të shijojnë? po tani ato janë në punë, mos t'i ndihmojnë to që janë të lira? Po shumë e kanë që duan t'i ndihmojnë, apo e kanë nga që Edhe për të ndihmuar. Edhe Edhe të rinë afër fëmijët kanë nevojë dhe fëmija të rinë me gjyshërit, edhe një mësim më të mirë. Po nëse prindrit e lënë fëmijët gjyshërve dhe shkojnë vetë me pushime. Unë s'jam bërë akoma ashtu, por prapë unë e shikoj dhe këto të tjera. Tuaj të ikën me pushime dhe fëmijët t'ju alinin ju për 2 javë. Si t'jetë mundu, si t'ketë mundësi. Faleminderit. Faleminderit. Doni se prindrit duhet kalojnë më shumë kohë me fëmijët e tyre? E mira është, po s'kan kohë. Se nuk i ndjekin dot, se janë punë. Po në raste kur u alen që të rrisin gjyshëri. Po, gjyshit të kujdesen për fëmijët. Pra të punë jemi ne, gjyshit për fëmijët, për nipat, mesat. Ato le mjetë dhe jetën për tane. Bëni me kënaqësi apo nga që Me gjithë shpirë dhe jap. Jetën time e jap direkt. Për gjithë nipat mesat. Si rrisin gjyshërit një prej të mbesat? Po, me edukat. Edukat më të mirë të japësh fëmijës. Mos e lesh bredhja adoleshent i kot më kot, marri rrugën e keqe. Ajo është e keqe, e pis. Po eduko mirë, fëmija me rrugën e keqe. Po eduko keq, do marrë rrugën e keqe. Atë rrugë që me prindit do marrë edhe fëmija. Çfarë këshilla që keni dhënë ju nipërve dhe mbesave? Për çdo gjë këshillën ne, për çdo gjë më të mirat. Mos bekte, mos merr me drogë, mos merr me pislikë, mos merr me femrat. Kjo është. Ajo është. Po në raste ku ka përplasje mes prindërve dhe gjyshërve që prindërit Jo, nuk ka. Dua ta mësojnë këtë mënyrë ndërsa Jo, nuk ka përplasje. Ata që ai gjyshi ja ka dhënë fëmijës tia, këtë edukat që jep edhe nipërve, nuk ka ne përplasje kur. Asnjëherë. Se prindi ka vetë ke fëmijët tije në radhë parë, mësaj ke nipët e mbesat. Po, kur prindërit ikin me pushime dhe valen fëmijët gjyshërve. E gjyshi të kujdesë për bukurin, me gjithë mirat. Po se mos ikin gjyshërit për pushime? Po gjyshi ka ngritë qajirin. Edhe unë ne mendoj për fëmijët, nuk mendoj për vetëm tane. Unë kam qenë edhe më kam ikur, më kanë lënë prindit, kam ikur se. Kështu është. Faleminderit. S'ka gjë. Publik ka thënë që çiftet të reja nuk duhet lindin në fëmijë kur nuk kanë mundësi që të kujdesen vetë për ato. Pra mos lindin fëmijë dhe t'u alen prindërve të vet. Çfarë mendoni ju për këtë? I thuaj atje që të vej atje të ata që trevin kafshët. A mendoni se çiftet të reja duhet kujdesen më shumë për fëmijët e tyre dhe mos u alen gjyshërve? Të dy palët. U shuan e tjene dashurisë gjyshërve. Si mendoni ju kur prindrit ikin vetë me pushime dhe fëmijët alen për 2 javë gjyshërve? 2 javë janë kënaqësi. Do të qijohet pak periudha e dalis në pension? Ai sa është pjesa e saj. Shëndet. Faleminderit. A mendoni se çiftet e reja duhet kalojnë më shumë kohë me fëmijët e tyre? Po, do ishte pozitive që mësimin e dur ta merr fëmia nga nëna dhe jo nga edukatorja. Dhe kështu që do ishte mirë dhe me thonë që dhe gjatë kohës shtatzanisë pas lindjes, më shumë kohë të kalote nëna me fëmijën se sa në qerdhe. Dhe duhet çifte që u alen prindërve të tyre që të kujdesen për fëmijët? Po, atë desha them, se ka nëna që të mos humbin bukurinë e gjirit, i japin fëmijës qumsh me biberon, ndërsa e mohojnë qumsh e gjirit për mos prish bukurinë. U alen prindërve, u alen gjyshërve? Po në përgjithësi, kjo ndodhet me thonë kur je në marrëdhënie pune, pasi nuk ka kohë me thonë edhe në zyrë edhe në shtëpi me thonë dhe ju alet me thonë prindër. Po gjyshi dhe gjysha kujdesen më mirë se sa vetë nëna e fëmijës me thonë, pasi ata kanë eksperiencë me fëmijët dhe dinë se si të sillen, por duhet patur parasysh që tani kjo tendencë është në ulje, pasi tani edhe gjyshi dhe gjysha me thonë jetojnë në përgjithësi vetëm dhe rinia është komplet në emigracion dhe ata i përshtaten jetës me thonë në emigracion, pasi burri punon dhe gruaja rri në shtëpi ose anasjellës ka dhe burr që mban fëmijët në shtëpi dhe kjo me thonë unë shpesh shoh nëpër Paris me thonë burrat që kanë lidhë su dhe marrin fëmijën përpara me thonë që mos aksidentohet e mos ketë lëndime arecje që të mos ta humbë gjatë shëtitjeve, por duhet. A
A mendoni se prindrit e rinj që bëhen prindër në moshë të re ose që sapo janë bërë prindër, duhet kalojnë më shumë kohë me fëmijët e tyre? Po, duhet kalojnë më shumë kohë. Kjo të lënë para pajisjeve elektronike. Po në rast se kanë angazhime të tjera dhe nuk e mundsojnë dot nga ana ekonomike që të rrinë në shtëpi. Atëherë mos bëj fëmijë. Fëmia planifikohet kur bëhet. Po gjyshrit. Çfarë roli duhet të Gjyshit kanë rol kryesor tek fëmijët. Kanë rol kryesor sepse gjyshit asnjëherë s'u përtasin fëmijët. S'u vjen zor me u bërtit. Kështu që kanë shumë rol kryesor. Për vetë un kam 2 nipër që i trajtojnë në mënyrë më të mirë të mundshme, që si kam trajtuar fëmijët e mi ashtu. Se ne prindit u përtasin fëmijëve, kurse nipave dhe mbesave jo. Po prindrit ndoshta duan të rrisin sipas asaj mënyrës tyre që kur ato e dënojnë për diçka mos ndërhyjnë gjyshrit. Këto janë konflikte që nuk duhet lindin asnjëherë sepse fëmia është fëmijë dhe fëmia gjithmonë gabon. Që gjyshit mos t'i fusnin shumë hundës në rritjen e fëmijëve. Jo, shumë gabim. Sepse ai gjyshi e ka rritur atë që është nënë ose baba. Ndoshta në një mënyrë tjetër, ndoshta për prindrin prindri vetë nuk e ka kujitur siç duhet dhe do që fëmijën e vet ta rrisë në një mënyrë tjetër. Atëherë sot njerëzit janë të emancipuar dhe e kuptojnë cila është mënyra më e mirë për të rritur një fëmijë. Po vetë gjyshi. Oh my god, so u lodha më. Ne të doni që të keni shit pak më shumë kohë për veten tuaj dhe mos ta harxhoni ato duke kujdesur për niprit. Është ndjeknashi ku mresh me niprin dhe mbesat. Sepse ata janë fëmijë pa faqe, çfarë bëjnë dhe gallata. Unë për vetë jam gjysh. Tani mos e gjyza. Unë për vetë se prindrit duhet kalojnë më shumë kohë me fëmijët e tyre. Patjetër prindrit. Se atëherë ka edhe kalamoni ka përmarrësi. Duhet të rrisin vetë fëmijët apo t'u alen gjyshërve? Më shumë kum qef gjyshëre, se gjyshi i duhet më shumë se sa ata. Dhe gjyshi i mësoj me përpaj, pse që ka qenë dikur, jo sot. Mos ndoshta gjyshërit i llastojnë disi? Po pak po. Po qetë me shkollë nuk i lastojnë asnjëherë. Po vetë gjyshërit. A nuk do ishte më mirë që të kishin më shumë kohë për veten? Një prind duhet ta animoj patjetër fëmin. E ka ndihmuar gjithë jetën, e ka rritur, është Po paguar, fëmijët, ata që shkojnë javë mësim, që shkojnë në shkollë, kush do ta marrë fëmijët? I ka fëmijët e vegjël, kush do ta marrë ndihmë? Prindët do ta marrë se s'bën. Po në rastet kur prindrit iken me pushime dhe u alen fëmijët gjyshërve, si ju duket? Ja, s'është e mirë atëherë. Nuk është e mirë, s'është fare e mirë. Kështu. Po kur prindrit duan që të rrisin sipas mënyrave të veta dhe nuk i pëlqen se si rrisin gjyshërit. Të sotmit atë, si thu ti është. Po edhe nga ana jote të marrin gjëra pozitive e negative. Më fali tani. Faleminderit. Kalofshi mirë. Duhet të kalojnë më shumë kohë me fëmijët e tyre. Po dëgjoj. Besoj se po. Po të rrisin gjyshërit. Ha? Po kur i rrisin gjyshërit. Po normal. Është mirë apo keq? Po edhe mirë është. Faleminderit. Mirë fal.